Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić theksoi pas takimit me ministrin e Punës të Jashtme të Hungarisë Peter Sijarto se Serbia nuk ka mik më të ngushtë dhe më të mirë se Hungaria, e cila tregon një kuptim të madh për integrimin evropian të Serbisë dhe çështjen dhe pozicionin të serbëve jashtë kufive të Serbisë. Sijarto tha se sa i përket furnizimit me energji, Serbia gjithmonë mund të mbështetet te Hungaria dhe se është qendrimi vendosur i Budapestit, se është në interes të Bashkimit Evropian që Serbia të bëhet anëtare përndryshe nga Ukraina. Afati për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës për të votuar në zgjedhjet e 28 dhjetorit filloi sot dhe zgjat deri me 6 dhjetor, konfirmoi zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi. Qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë përmes platformës elektronike të Komisionit Qendror Zgjedhor ose me post dhe me këtë rast deklarojnë nëse do të votojnë fizikisht në njërin nga zyrat diplomatike, konsullore apo duke dërguar flet votimin me post, shpjegoi Elezi. Votimi në zyrat diplomatike dhe konsullore do të mbahet më 27 dhjetor dhe nga 12 deri më 27 dhjetor votat mund të dërgohen me post. Drejtori i strategjisë në Qendrën për Politikë Europiane nga Beogradi, Miloš Pavković, vlerësoi se sa i përket koalicioneve të mundshme para zgjedhore, vetmja pyetje e hapur është nëse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma do të performojnë së bashku, siç ishte rasti në zgjedhjet e shkurtit, duke marrë parasysh se ndërkohë kishte fërkime brenda vet koalicionit. Analisti politik Seb Bytyqi beson se partitë kryesore politike do të përpiqen të tërheqin partitë më të vogla në koalicionet parazgjedhore, se ka të ngjarë që ka një koalicion të Lidhjes Demokratike të Kosovës me Nismën, si dhe që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund t'i bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës në mënyrë që të mos mbetet nën pragun. Analisti Vlerim Canaj thotë se ekziston mundësia për një koalicion parazgjedhor midis LDK-s dhe Nismës, por se do të ishte më e natyrshme që Nisma t'i bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës. Canaj deklaroi se Nisma ka një elektorat besnik dhe mund t'i sjellë 20.000 vota partisë me të cilën hyn në koalicion. Dragisha Mijaçi nga Konventa Kombëtare për Bashkimin Evropian thotë se nga ana tjetër është bërë domosdoshme që të riemërtohet lista serbe në mënyrë që ajo të bëhet një aktor politik i pranueshëm për partitë shqiptare për të formuar qeverinë e re. Zëvendësministri i Drejtësisë në mandatin teknik dhe antari i vetëvendosjes Vigan Çoroli tha se kjo parti pret mbështetje të madhe nga qytetarët dhe formimin e institucioneve në rastin e parë të mundshëm. Ai thotë se opozita nuk ishte e gatshme të hynte në një marrëveshje politike, për këtë arsye Kosova tani po shkon në zgjedhje. Antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Alban Zogaj tha se partia e tij ka bërë të qartë vetëvendosjes se nuk ka partner në të, nuk mund të fyesh dhe sulmosh një ditë dhe pastaj të kërkosh bashkëpunim. Kjo nuk është e pranueshme për LDK-n, tha Zogaj. Antari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj thotë se vetëvendosja nuk kishte asnjë qëllim të sinqert për të formuar një koalicion dhe se madje disa antarë të vetëvendosjes e gjetën idenë e konjufsës si kryeministër qesharake. Qëllimi ishte të humbisin kohë dhe të arrinin deri me 28 dhjetor, tha Haradinaj. As sot në Prishtinë nuk ka transport publik, kështu që banorët janë të detyruar të kërkojnë zgjidhje alternative për të tretën ditë me radhë, ndërsa janë bërë radhë të gjata në trafik. Ndërkohë qeveria teknike dhe zyrtarët komunal vazhdojnë të shkëmbejnë akuza për situatën e ndërlikuar me financimin e komunës. Sindikata e transportit të qytetit dhe operatorëve publiko-privat kanë njoftuar se greva do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Punëtorët e radio-televizionit të Kosovës janë pa paga që 3 muaj dhe sindikata punëtorëve të RTK-s njoftoi se institucionet po injorojnë kërkesat e punonjësve dhe kërcënojnë me bojkot të plot duke përfshirë ndërprerjen e raportimit mbi ngjarjet politike dhe fushatën zgjedhore, raporton Demokracia. Këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, Flutura Kusari, tha se qeveria e Kosovës dëshiron qëllimisht të shkatërrojë RTK-n pasi nuk mund të vërë nën kontroll të plot transmetuesin publik. Moti edhe nesër do të jetë me vranësira dhe shi në zonat kondrinore dhe malore me borë dhe do të ketë borë me shi në zonat e ulta të Serbisë perëndimore, jugore dhe qendrore. Pareshje në veri me periudha me diell në Vojvodin, temperatura do të jetë nga 0 deri në 6 gradë Celsius.